fjala vije vetë fakti që ne tani në muajin e bekuar të Ramazanit ndalemi dhe abstenojmë prej ushqimeve dhe pijeve mbi 14 orë, 15 orë. Vetë fakti që ne provojmë ta edukojmë përkundër mlefit egon ton, kritojnë sakrificë dhe përpjekje. Vetë fakti fjala vije që ne gjatë 365 ditëve zgjohemi herët pa lindjelli, është një mund, është një përpjekje që ju e dini shumë bukur Kur'ani e quhen mujahade, gjihad, domethënë gjihad e ka kuptimin kur ti me gatishmëri dhe vendosshmëri e jep mundin dhe përpjekjen, madje duke provu edhe me prek edhe me arrit kulmin, pikën më sublime. Kjo gjihadi, kjo është esenca e gjihadit. Prandaj, për ta jetësu islamin, si kur ju thatë, kërkohet përpjekje, kërkohet sakrificë, edukimi familjes, është sfidë, o sakrificë, në veçanti ajo mosha e ndishme kur fëmijët tonë e te kalojnë atë moshë të rrezikshme dhe maturohen mjaftueshëm për me vazhdu tutje ata me sfidat. Në një fjalë, pa sfidën, pa sakrificën dhe përpjekjen dhe angazhimin, nuk mund të jetësohet Islami, por edhe nuk mund të shijohet Islami.